Fundjavën që lan pas nga kontrollet policore në komunikacion, nga gjese 1363 urdhër pagesa të lëshuara. Plot 183 shkelje kanë të bëjnë me shofer që kanë vëzitur pa leje drejtimi, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga atje thonë se 67 shofer drejtonin automjete në ndikimin e alkoolit, ndërsa 101 shofer motocikletash u sankcionuan për mos mbajtjen e kaskës mbrojtëse. Në përputhje me dispozitat e ligjit për sigurinë në trafikun rrugor, 389 kundërvaqe gjatë fundjavës kanë qenë për drejtim mjeti me shpejtësi që te i kalon limitin e lejuar, 198 për parkim jo të lejuar, ndërsa 79 shofer janë sankcionuar për mos përdorimin e rripit të sigurimit. Janë vendosur 30 masa për përdorimin e telefonit celular gjatë drejtimit të automjetit dhe 13 sanksione për kalimin e semaforit të kuq. Ministria e Punëve të Brendshme i bën thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e trafikut me qëllim të rritjes së sigurisë në trafik dhe siç thon ata, së bashku të kontribojnë për rrugë më të sigurta.